Qytetarët Sarandiot në nevojë prej 9 vitesh po marrin shërbim juridik falas. Çështjet më të shpeshta janë pensionet, dhuna apo urdhrat e mbrojtjes. Shërbimi funksionon fal dhomës së avokatëve dhe organizatave të autorizuara nga shteti. Shërbimi juridik falas i garantuar dhe financuar nga shteti është një realitet që funksionon prej 9 vitesh tashmë. Dhoma vendore e avokatisë në Sarand shërben si rregullatore e funksionimit të këtij ligji, për të cilin kryetari Merdan Nora thotë se u vjen në ndihmë atyre individëve që janë pjesë e kategorive vulnerabël. Ndihma juridike e garantuar nga shteti presupozon faktin që nëse shtetas të ndryshëm nuk kanë mundësi financiare për të përballuar shpenzimet gjyqësore, nuk kanë njohuritë e nevojshme juridike për të bërë procedura për sa i përket fillimit të një procesi gjyqësor, qoftë administrativ, qoftë civil, ose ndoshta edhe penal, se funksionon edhe në gjykimet penale, i ofron ndihmën dhe përfaqësimin e mbulon shpenzimet shtetit shqiptar. Në praktikën gjyqësore, të gjithë i drejtohen një juristi apo një avokati për të zgjidhur problematikën e tyre ligjore, ndërsa për individët me pamundësi ekonomike për të paguar këtë shërbim e marrin falas. Një person i cili përfiton ndihmë juridike e falas në radhë të parë do ketë që nuk e mbulon dot me shpenzime me të ardhura dhe i drejtohet gjykatës. Gjykata merr një vendim të ndërmjetëm, pasi shërton një seri dokumentacioni, i cili është një formular që plotësohet te kancelaria e gjykatës dhe e merr në shqyrtim një gjyqtar në dhomën e këshillimit. Problematika e pensioneve, rastet e ushtrimit të dhunës apo kërkesat për urdhër mbrojtjeje janë çështjet më të shpeshta ku është kërkuar dhe është dhënë ndihmë juridike falas për kategori që përfitojnë nga ligji i përkatës, sipas Merdan Norës, kreu të dhomës vendore të avokatëve në Sarand. Zakonisht vinë shumë pensionistë cilët kanë mund të kenë konflikte, ndihmë juridike falas u zgjidhen zakonisht persona të cilët kanë ushtruar, kanë kryer vepra penale të dhunës në familje, ose persona të cilët kërkojnë një urdhër mbrojtje dhe nuk kanë mundësi financiare për të përballuar shpenzimet gjyqësore. Por nuk ka një tregues fiks ose nuk kemi një të dhëna ose statistik të qartë që mund të them që më shumë prevalon, më shumë përfaqësojnë për ndihmën juridike për çështje civile ose çështje penale. Kjo nuk është, ose në sakt nuk është evidentuar me saktësi, por gjithsesi ka të një gamë të gjerë. Ndihma juridike falas ofrohet gjithashtu edhe nga organizata jo fitimprurse, të cilat janë autorizuar të japin autorizimin për të dhënë ndihmë juridike parësore, të garantuar nga shteti sipas ligjit të vitit 2017.